në ankthien e kohës do të mbështesin domosdoshmërisht marrëveshje të mira. Sigurisht dhe është ajo që thatë dhe ju, pasi dhe vetë Trump ka thënë që nëse nuk takohem unë dhe Putin, këto negociata janë të kota. Si thua, Redion, do kenë rezultat me të vërtet këto negociata dhe kjo deklarate Trump, nëse si jam unë dhe Putin, nëse s'ka një takim të mesnesh, nuk mund të ketë dhe paqe. Unë mendoj që këto negociata nuk kanë qenë të suksesshme, sigurisht këto kanë qenë një tentativë për të vënë paqen ose për të vendosur një farë qetësie në front ndërmjet Ukrainës edhe Rusisë. Ne dim shumë mirë që kërkesa e zotit Putin për këto negociata, për këto diskutime paqe, në fakt erdhi pas një presioni shumë të madh nga Bashkimi Evropian për një armpushim 30 ditor, gjë të cilën ai sigurisht e refuzoi, pasi përse duhet të bëjë ai një hap pas, aq më tepër kur ndodhet në avantazh taktik dhe operacional në fushën e betejës. Dhe për të devijuar, pra kjo kanë qenë një taktik divergjence, do të thoja, për të devijuar nga këtë tentativë për një armpushim 30 ditor, ai hodhi këtë gurin në lumë të tipit hajde të diskutojmë për paqen. Dhe sigurisht presupozohej që ky diskutim të ishte në niveli më serioz. Megjithatë, ajo që u vure është që Rusia e shpërfilli totalisht duke bler kohë në radh parë, duke shfaqur epërsinë e saj në këto negociata, jo vetëm ndaj Ukrainës, por edhe ndaj aktorëve të tjerë të cilët ishin të angazhuar, që ishte Bashkimi Evropian, dhe nga ana tjetër edhe Turqia që dëshiron të përcaktoj një rol në marrëdhënie ndërkombëtare si paqebërës. Duhet thënë ama, kështu si një shënim më njan ky që Turqia ka patur disa raunde efektive të vendosjes së paqes dhe të marrëveshjeve efektive ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë, në veçanti ajo për kalimin e drithrave që u bën vitin 2023 për të lejuar të gjitha drithrat që kalonin nga Ukraina të shkonin drejt Europës të pacënuara. Dhe në fakt kjo ka qenë e suksesshme. Pra, Rusia së fundmi mendoj që është duke testuar gjithashtu edhe të gjithë këta aktorët e tjerë, në veçanti Bashkimin Evropian, sepse sigurisht Ukrainën nuk e gjykon të rëndësishme. Në fakt ishte tepër interesante, po ndiqja disa artikuj që komentonin median ruse, për mbi takimin 2 ditë më përpara, dhe shumica e tyre ishin pothuajse satirike ose parodike, se si nuk e gjykonin që ky takim ishte në nivelin e Putinit. Dhe me mos shfaqjen e tij, Putin në fakt tregoi pikërisht këtë. Po të shikojmë edhe nivelin e delegacionit të dërguar nga zoti Putin, nuk është as niveli ministër i mbrojtjes, ish ministër i turizmit, sigurisht prapi një rëndësie të lartë, po më shumë teknokrat dhe jo politikan, dhe ne e dimë që nëse lufta duhet ketë një zgjidhje, duhet ketë patjetër një zgjidhje politike. Aktori i dytë pastaj i rëndësishëm në këtë situatë mendoj që është Bashkimi Evropian, i cili Bashkimi Evropian deri diku edhe NATO, po pjesa europiane e vendeve të NATO-s, të cilët insistojnë që topin tashmë e ka Rusia. Por në fakt ajo që unë mendoj se ka ndodhur është që Rusia ka lënë dopje gjashtën atyre në dorë, pasi i nxori blluf, pra të paaft që të jenë në gjendje dhe të pafuqishëm për të vepruar dhe për të imponuar një formë negociatash, pra ta ulin zotin Putin në tryez me ta. Dhe për sa i përket SBA-s, mendoj se rikonsolidoi edhe një herë në formë të tërthort qëndrimin dhe besimin e saj që i vetmi shtet i cili mund të diskutojë me Rusinë në këtë rast është Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe i vetmi vend paqebërës vërtet është Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndërsa të tjerët janë aty për të diskutuar, por jo për të ndërmarrë veprime konkrete.